Gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Nikola Gollin dhe David Priftin, të arrestuar si autor të dyshuar të plagosjes së 35 vjeçarit Brian Syzo. Ngjarje ndodhur pak ditë më parë në Pogradec. Ndaj tyre rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim në bashkëpunim, mbetur në tentativë si dhe armë pa leje. Raportohet se gjatë seancës Nikola Golli ka pranuar se ka qenë një konflikt i çastit mes tij dhe Brian Syzos. Sipas dëshmisë së tij para tokave të zeza, ai është shprehur se është sulmuar nga Syzo dhe ka qelluar ndaj tij për ta neutralizuar dhe që ai të ndalonte sulmin. Kisha mundësi ta vrisja dhe nuk e bëra, mësohet të jetë shprehur autori. 35 vjeçari Brian Syzo mbeti i plagosur pas të shtënave me armëzjarri më 29 qershor, ndërsa i riu ndodhej i parkuar me mjetin e tij në lagjen numër 3 të Pogradecit. Hetimet e policisë kanë çuar në identifikimin e 4 personave të dyshuar si autor të atentatit. Dy prej tyre janë arrestuar, Nikola Golli dhe David Prifti, ndërsa dy të tjerë, Meardi Berberi dhe Edisona Golli, janë shpallur në kërkim.